Futbollisti i Borussia së Dortmundit i kombëtarës së Gjermanisë, Karim Adeyemi, ka shkaktuar jehon të madhe në Serbi pas vizitës së tij në Kosovë me bashkëshorten, reperen shqiptare Loredana Zefi. Gjatë qëndrimit në Kosovë, Adeyemi u fotografua duke pozuar para një monumenti kushtuar ushtrisë çlirimtare të Kosovës, duke bërë simbolin e shqiponjës me dy koka, një figurë që shihet si shumë domethënëse dhe politike nga ana shqiptare, por provokuese për publikun serb. Ky lajm u përhap me shpejtësi në mediat serbe, veçanërisht në prag të ndeshjes së tensionuar mes Shqipërisë dhe Serbisë më 7 qershor, kur çdo detaj dhe simbolik interpretohet në kontekst të konfliktit historik dhe politik mes dy vendeve. Mediat në Serbi kanë nxjerrë në pak të fotografi si një provokim të drejtpërdrejtë dhe lidhjen vizitën e Adeyemit me një mesazh politik që mund të ketë ndikim mbi atmosferën rreth ndeshjes. Për më tepër, në raportimet serbe theksohet edhe historia e vështirësive në karrierën e Adeyemit, të cilat disa media gjermane i kanë lidhur me marrëdhënien e tij me Loredanën, duke e paraqitur reperen shqiptare si një faktor që ka ndikuar në formën e tij sportive. Në këtë kontekst, mediat serbe përdorin këtë rast për të ngritur pyetje mbi identitetin dhe lojalitetin e futbollistit në prag të një përballjeje ku sporti shkon për ti fushës. Në Shqipëri, ky veprim shihet në një tjetër këndvështrim si një shprehje e lidhjeve të forta kulturore dhe personale të Adeyemit me botën shqiptare përmes bashkëshortes së tij dhe vizitës në Kosovë. Megjithatë, tensionet e rritura në media tregojnë se përballja mes Shqipërisë dhe Serbisë nuk është vetëm sportive, por edhe simbolike dhe politike, ku çdo detaj i vogël merr peshë të madhe në opinionin publik.